kur mbrim sot këtu në Zyrich, një bashkëdhëtor më pyeti, më tha, Albin tha, ku shpenzon vendin e dytë? Pra me fjalë tjera i thoshte, dihet që vetëvendosja është e para, po kush do ta ketë vendin e dytë? PDK apo LDK? Tash, vetëvendosja është subjekti që i ka mbush si vjet 20 vjet, është subjekt i ri, për dallim për atyre subjekteve më të vjetra që i ndrojnë fytyrat, po jo zakonin. Po e dini çfarë dashur bashkëdhëtar? Gara nuk është për vend dytë. Gara është për vend tretë. Gara është për vend tretë, sepse vendin e parë ka vetëvendosja. Ata bëjnë gara për vendin e tretë. E vendin e dytë, a dini kush e ka? Diaspora që nuk voton.